Pas më shumë se 30 vite shpritje për banorët e lagjes Mark Lula, ditën e sotme shënon një kapitull të ri për përmirësimin e infrastrukturës në zonë. Kryetari i Bashkisë Shkodër, Benet Beci, ka inspektuar fillimin e punimeve për rikonstruksionin e rrugës Roza Lane dhe degëzimeve të saj në lagjen Mark Lula, një investim që i jep fund pritjes shumë vjeçare të banorëve të kësaj zone. Ky projekt i rëndësishëm infrastrukturor përfshin ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve, asfaltimin dhe ndriçimin e plot të 1.6 km rrugësh të brendshme, duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e jetesës për mbi 2000 banor. Ka qenë jashtëzakonisht keq, edhe unë di shqetësimin, ka qenë shqetësim parë që është ballafaqur për Moxhun kanë ardhur, edhe nëpërmjet banorëve, edhe në këshill, edhe e kena filluar atë procedurën sapo kena ardhur, po sigurisht ajo do kohën e vet, kështu që tani jemi në momentin e fillimit të ndërtimit. Është që projekti është më i gjatë bashkë me degëzimet, është edhe më e mirë dhe kjo që në edhe numrin e përfituesave të familjarëve gati në pesmi, sepse janë afërsisht 2-3 shkolla që janë, shkolla austriake, Korjezu, shkolla tjetër dhe banorët që janë pjesë e këtyre shkolla fëmijë nuk janë thjesht vetëm të lagjes apo të rrugës Roza Lane, janë të në lagjet përreth, kështu që fakti që rregullohen edhe degëzimet na ka rrit shumë edhe vizibilitetin edhe lëvizjen, po edhe shtu numri i fëmijëve në këto shkolla. Kana kënd bashkia në peticione të gjitha publike, takime, shkresa, pofun që e tha Olma, ju, faleminderit për jush. Ashtë e raport, më thonë që bën investimi të tillë. Jena mirë njës, i këtë rrugë jam me të bërë komplimente, e ke bërë atë edhe për zonin e 10 vjetë se kështë e bërë kush në botë. Du të mira drejt. Për 10 vjetë se kështë e bërë kush. 100 kuadra kanë ardhur dhe matë të banë gjithësi, për e o bajnë me fonte, gjithë shka, kur s'na kanë ardhur, Projekti realizohet përmes një bashkëfinancimi mes Bashkisë Shkodër dhe Qeverisë Shqiptare dhe synon transformimin e një zone që për dekada ka qenë jashtëvëmendjes së investimeve publike. Investimi parashikon ndërhyrje në rrjetin e kanalizimeve në të gjithë zonën, asfaltimin dhe ndriçimin e plotë të këtij segmenti rrugor në qytetin e Shkodrës.